Edhe këto 14 mars, Elbasani ishte kryeqendra e festimeve të ditës së verës. Me mira vizitorë vizitua në qytetin Kërthis të Shqipërisë, aty ku në fakt do edhe tradita. Kalendari i aktiviteteve nisi me parakalimin e karnavaleve të shkollave 9-vjeçare përgjatë bulevardit qendror, një traditë që tashmë zhvillohet prej disa vitesh. Festimet vijuan me koncerte për fëmijë dhe të rritur, si edhe me teatrin e ftohtë me maskota, që solli atmosferë festive për më të vegjëlit. Në pika të ndryshme të qytetit u organizuan gjithashtu panaire, ku promovuan produkte bujqësore dhe punime të zejtërisë tradicionale. Fëmijë, të rritur dhe vizitorë të ardhur Renkas për ditën e verës në Elbasan, përcollën urimet e tyre. Ju uroj të gjithë fëmijëve gëzuar ditën e verës dhe një verë të mbar. Gëzuar ditën e verës të gjithëve, ju uroj të gjithëve të keni një ditë të bukur. Ditë e verës gjithmonë në Elbasan bëhet për bukuri shumë. Sidomos fëmijët japin më shumë bukuri kësaj feste. Elbasani është një qytet i veçantë që feston shumë bukur. Është vendi më i bukur që festohet dita e verës. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne kemi ardhur në Greqi për ditën e verës, erdhëm dje, edhe shumë bukur, edhe dje kishte shumë këngëtar, shumë bukur. Po, është viti i parë, edhe më duket shumë më bukur. Kem kaluar shumë mirë. Vim vetëm për festë që keni për çdo vit e vira. Dhe tjetër sa s'futishëm me të kalzu. Mirë, shumë mirë. Premtimet e ditës së verës nuk përfundojnë sot. Festimet do të vijojnë edhe nesër të dielën me një tjetër koncert festiv të planifikuar në qytet. Fundjava i takon Elbasanit dhe atmosferës së festës, e favorizuar edhe nga moti i kthjellët dhe temperaturat pranverore.